Mes PS-s dhe PD-s, kryeministri Edi Rama u shfaq entuziast përpara socialistëve të kryeqytetit në mitingun e njoftuar, që do të ishte çelja zyrtare e fushatës elektorale në Tiranë, shumë pak larg çadrës së opozitës, ku ishin mbledhur simpatizantë të së djathtës. Ai tha se me marrëveshjen e 18 majit fitoi e gjithë Shqipëria. Në 25 qershor do fitoj Partia Socialiste, po sot ka fituar e gjithë Shqipëria. Fitimtarët do tjerë ata që do votojnë Partinë Socialiste, po sot kanë fituar socialistët dhe demokratët. Njerëzit e zakonshëm këtij vendi. Sipas marrëveshjes Rama-Basha, parlamenti pritet të mblidhet në një seancë të posaçme për të votuar komisionet e vetingut, që sipas Ramës do të bëjnë që gjyqtarët dhe prokurorët t'i kenë ditët e numëruara. Ne kemi pranuar të shtym zgjedhjet një javë brenda kushtetutës dhe ligjit për të fituar betejën e një gjenerate për një Shqipëri ku gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar sot marrin mesazhin e qartë se ditët e tyre në sistemin e drejtësisë janë tani më të numëruara. Fjala e Ramës është pritur me entuziazëm të madh nga simpatizantët e PD-s, të cilëve kryeministri ju kërkoi që në vend të emrit të tij të brohorisnin emrin e Shqipërisë. Tani dua, po ju lutem gjithëve që këta këtu deri ata në fund, dua që ky shesh të jehoj me thirrjen Shqipëri, 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 lëre Edi Ramën, lëre Edi Ramën, Shqipëri. Ndërsa kryeministri Rama mbante fjalën e tij përpara mbështetësve, pak metra më larg simpatizantët e opozitës të mbledhur në çadrën e bulevardit qëllonin me shashka e tymuese në drejtim të kryeministrisë. Situata u qetësua, vetëm pasi deputet të Partisë Demokratike ndërta Aslan Dojani krijuan një kordon në trotuarin para selisë së qeverisë, duke mos lejuar që situata të precipitojë më tej.